Tu, qendrën, ndero. Qetso. I nderuar zoti kryetari i bashkisë, i nderuar zotin prefekt, të nderuar të ftuar, të dashur punonjës të policisë. Sot nderojmë 113 vite histori të policisë shtetit, 113 vite sakrificë, përkushtim dhe shërbim ndaj Shqipërisë dhe qytetarëve të saj. Kjo festë nuk është thjesht institucionale, por thellësisht njerëzore. Pas çdo uniformi blu ka një prind, ka një bashkëshort, ka një nën, ka një birë apo bi që zgjedh detyrën përpara realisë personale. Kjo është policia e shtetit. Njerëz të zakonshëm, por me mision të jashtëzakonshëm. Në këto 113 vite, policia ka qenë aty në ditët më të vështira në momentet e rrezikut, duke qëndruar në vijën e parë për të mbrojtur rendin, jetën dhe dignitetin e qytetarëve. Ka qenë aty ku vendi ka pasur nevojë për qetësi, për guxim dhe për vendosmëri. Sot me dhimbje në zemër dhe me krenari në shpirt kujtojmë dëshmorët e policisë, ata që dolën në kryt detyrës dhe nuk u kthyen më pranë familjeve të tyre, ata që sakrifikuan jetën që ne sot jetojmë më të sigurt. Emrat e tyre nuk janë vetëm në memoriale, por janë të gdhendur në ndërgjegjen e këtij institucioni dhe në historinë e këtij vendi. Për ta, përulja jonë është e përjetshme. Një nderim i veçantë ju shkon dhe familjarëve të dëshmorëve dhe të gjithë familjeve të punonjësve të policisë. Mirënjohje e thellë për çdo efektiv policie që në shi, në diell, ditën dhe natën, shpesh në heshtje dhe pa duar turkitje, qëndron në shërbim të sigurisë tonë. Falë jush, qytetarët ndihen më të mbrojtur dhe Shqipëria më e sigurt. Gëzuar 113 vjetorin e policisë shtetit, ndërim për uniformat blu, lavdit përjetshme të dëshmorëve të policisë. Shefit komisariatit për ftesën, ashtu siç është edhe po themi një farë tradite, patjetër që për mua është
Është dhe emocion, po është dhe nder që t'jem në këtë ditë të shënuar të organizatës policisë, në ditën e themelimit të saj. Si kryetar bashkie kam vlerësimin maksimal për trupin policore të Komisariatit Gramshit, një trup profesionistësh, njerëzish me integritet, por edhe qytetar denj të qytetit ton, por edhe për ata që nuk jam qytetar të Gramshit, por kontribuojnë në Komisariatin e Gramshit. Shumë faleminderit për punën që bëni çdo ditë në kohë dhe mote të ndryshme, të vështira, për të bërë maksimumi për të garantuar rendin dhe sigurinë në qytetin ton, rendin dhe sigurinë për qytetarët tanë. Mirënjohje për drejtuesin aktual të komisariatit, Leonardin, për punën që bashkarisht me ju bën çdo ditë këtu në qytet, për drejtuesit e tjerë të seksioneve tjera. Në fakt, është një nga ato ditë që të gjithë pikës pari përkujtojmë me përulje dëshmorët e policisë. Ata që kanë dhënë jetën në këtë mision shumë fisnik për të garantuar rendin dhe sigurinë e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Por sigurisht është dhe një moment ku falenderojmë veteranët e policisë për punën që kanë bërë vite e vite në policinë e shtetit, por edhe ju që shërbeni dhe kontribuoni aktualisht për qytetin dhe për qytetarët tanë. Pa e zgjatur dua të uroj në këtë ditë të shënuar tuajën që të keni suksese në punën tuaj, të vazhdoni të mbani me krenari dhe dignitet uniformën me kaq shumë peshë të policisë shtetit dhe të vazhdoni të kontribuoni në të mirë qytetit dhe qytetarëve tanë. Faleminderit dhe gëzuar. Përshëndetje të gjithëve. Ju uroj suksese, shëndet, marsi, paçi në gjithë punën tuaj të përditshme, edhe familjarisht gëzime e lumturi, paçi, se është dhe fillimi i vitit. Gjithë vitin. Kam kënaqësinë, ndërën dhe kënaqësinë që t'ju bëj këtë përshëndetje. Edhe më vjen shumë mirë, gëzohem, kur shoh në radhë të policisë të rinj dhe të reja, që ata janë shpresa puna që do të bëjmë më tashëm, si që kemi bërë ne, më mirë biles. Dhe kam shumë kënaqësinë t'ju falenderoj të gjithëve. Të gjithë, qoftë punësit policisë, qoftë dhe civilat që janë aktualisht në institucionin e policisë shtetit, komisariat. Nuk kam përshtuar, sepse edhe shefi komisariatit e përcaktoi dhe e shfalosit shumë drejt punën, sakrificën, vëqësit që kemi, por është dhe punë e vështirë, por është dhe punë e këndshme, se kemi bëjmë me njerëzit, me komunitetin, me çdo njeri, i mirë, i keq, me shkollë, pa shkollë, jemi gjithmonë pas tyra që përfaqësojmë për shtetin. Prandaj ju uroj në zemra, gëzuar, gëzuar, gëzuar. Nuk do të gjej rastin në këtë festë të përshëndes edhe shefin e komisariatit. Ka i uroj suksese, do ta përshëndes sepse kam ndëgjuar shumë fjalë të mira se neve unë këtu e ngrysa e fillova punën dhe e mbylla. Edhe më duket ky mur këtu sa herë që shikoj, por kam ndëgjuar shumë fjalë të mira për drejtimin, për kushtimin, komunikimin, edhe ka të bëjë shumë kuadri drejtues. Edhe për punën, se punë ju e bëni, po dhe kuadri, këto e them edhe nga eksperjenca, se kam kaluar, nuk i maj mend as që në 70 nuk i maj mend dhe emrat ata që dhe kam pas mirë, që ishin të mirë vërtet, që dhe unë kam mësuar, po kështë edhe të qinë që dhe mos i ngjojnë. Por, i bëj, e falenderoj shumë, falenderoj gjithashtu bashki me kryetarin e bashkisë. Jo në këtë festë, po që kur vinin, kur isha rrisht të kjo unë, kur vinin shteti, bëmë profesionist e shteti lokal, na bëshin dhe ne krenar, që ja, na më shtetin, ja, nga si nga punë e jonë, edhe kryetari bashkisë, jo në këtë festë që ka qenë vazhdim, po është i pranishëm në çdo aktivitet
qoftë në këto të luftëse, edhe i uroj shëndet, suksese. Falenderoj të gjithë që marrin pjesë, në prefekti që po shoh, edhe të gjithë pjesëtarët, dhe punonjësit që marrin. I falenderoj në zemre, këto e them në emër si veterani policisë, jo se shefi komisariatit, e them në emër. Dhe njerë, gëzuar, shëndet e marsi paqe.